Nuk do dalim nga tema që e nisëm emisionin ruajtjen ambientit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka filluar edicioni i radhës së Environmental Film Festival. Nëpërmjet dokufestit do të bëhet prezantimi i kinematografisë që i përket natyrës, ruajtjes së ambientit. Për një lidhje të drejtë për drejtë bashkë me ne do të jetë Erol Bilbani, udhëheqës i programit edukativ të festivalit Dokufest. Faleminderit që gjetët kohë që të jesh bashkë me ne. Faleminderit për interesimin tuaj. Përshëndetje Erol, shumë faleminderit për kohën që po ndani, po flasim për një festival jashtëzakonisht të rëndësishëm që i kushtohet ruajtjes së ambientit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një festival që ka filluar në vitin 1933 dhe është me të vërtetë kënaqësi të kuptosh që në kuadër të tij do të prezantohen 3 filma me rrëfime për shqiptarët, për Kosovën, për atë çfarë ne bëjmë për ambientin, si ne e ruajmë atë. Dhe ne e dim që në kuadër të Dokufestit kemi Green Docs që ka bërë dhe vazhdon të bëjë një punë jashtëzakonshme kur është fjala për të prezantuar atë çfarë ne mund të bëjmë si shoqëri për të ruajtur mjedisin dhe ambientin. Ju do të prezantoni këto rrëfime shumë të veçanta që ndërlidhen me shqiptarët nëpërmjet filmave që janë krijuar nga shqiptarët e Kosovës. Këtë vit ne rikthehemi, si them, në festivalin e DCFF, që është festivali më i madh për filma të ambientit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një program të veçantë filmik, duke prezantuar një seri të filmave, një përzgjedhje të filmave që eksplorojnë trashëgimin natyrore dhe kulturore të Kosovës, ndërthurur me çështje inovative të integrimit filmit në edukim. Ky event, i cili do të ndodhë me 22 me 22 mars deri me 29 mars. Përfshin shfaqjen e 3 filmave dokumentar që sjellin tregimet mbi ndërveprimin mes njeriut dhe natyrës në kontekstin e peizazhit, kujtesës dhe të qëndrueshmërisë. I kemi 3 filma, filmi i Visar Berishës që flet për lumenjtë e ridizajnuar pa konsultim, tek malet dhe utën e maleve, e kemi një film për Uta Ibrahimin, ku flitet për malet si terrenet të fuqizimit dhe traditat e barinëve që mbijetojnë në përkohë. Këto filma zbërthejnë marrëdhënien mes njeriut dhe natyrës si një dialog të vazhdueshëm mes trashëgimisë dhe transformimit. Kjo përzgjedhje është bërë mes filmave të cilat janë shfaqur në Dokufest dhe filmave të cilat ne mendojmë që janë të rëndësishëm që të shfaqen edhe jashtë kufive të Kosovës dhe të Evropës. Filmi i Visar Berishës, We Were However Able to See the Construction, është si një program i cili është një peizazh i heshtjes, i lumejve pa zë, ku ndërhyrja urbane dhe zhvillimi shpesh vijnë pa një proces të hapur komunikimi. Filmi është një reflektim vizual mbi ndikimin e ndryshimeve të ndikuara në peizazhin natyror dhe shoqëror të Kosovës. Filmi Ajo Mal, që flet për Uta Ibrahimin, është një rikonceptim i majave të lirisë, ku malet të na mbartin kujtime të një historie të dhimbshme, e ky film jep një dimension të ri këtyre peizazheve, si hapësira ku vajzat e reja të Kosovës, 20 vajza në fakt të reja të Kosovës, në mentorimin e alpinistes Uta Ibrahimi, sfidojnë jo vetëm majat e maleve, por edhe aspektet gjinore. Ajo mal na kujton se natyra është një hapësirë e përbashkët ku guximi dhe solidariteti mund të krijojnë realitete të reja. E vërtet. Zoti Bilibani, çka do të thotë kjo për Dokufestin, pjesëmarrja në një festival kaq të madh ndërkombëtar që ka një zë shumë të madh në këtë aspekt? Ne, së bashku me festivalin DCFF, jemi partner në rrjetin e festivaleve të filmave ambientalist. Dokufest, që 14 vite, është antar i plot i Green Film Network, ku së bashku me DCFF punojmë, domethënë, për një periudhë më të gjatë se një dekadë. Po aq sa na
e respektojmë atë festival, po aq edhe Dokufesti është i respektuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është hera e dytë që ftohemi për prezantim të një programi. Herën e fundit kemi qenë atje në vitin 2019, ku ka qenë prezent drejtori artistik i festivalit, i cili ka prezentuar një program të disa filmave nga produksioni i Dokufestit, po edhe të filmave që janë shfaqur në Dokufest, si dhe fotografi Ferdi Limani, i cili ka prezentuar së kohë projektin e tij për Lumin Dream. Tani do të shkojmë në një kontekst pak më ndryshe, do të flasim për mënyrën se si për qasjen e Dokufestit në përdorimin e filmit si një mjet edukativ në shkollat e Kosovës, ku do ta prezantojmë bibliotekën digjitale për mësimdhënës, e cila është një bibliotekë e hapur për mësimdhënësit e shkollave të mesme, shkollave të mesme publike, e cila është një arkiv digjitale e cila integron filmin dokumentar në kornizën kurrikulare të Kosovës. Do të flasim edhe mbi rëndësinë e kurimit të programeve filmike që prekin çështje mjedisore dhe shoqërore, si dhe rolin e Dokufestit në promovimin e kinemas dokumentare, do më thënë shkollën tonë të filmit, përdorimin e filmit për programet të ndryshme që nxisin ndryshime shoqërore, po ashtu do të flasim edhe për impaktin ekonomik të festivalit që kontribon në zhvillimin ekonomik të qytetit, po edhe të promovimit të Kosovës, duke bërë Prizreni një destinacion tërheqës për turistët nga gjithë bota. Me neve do t'jetë edhe antari i bordit të Dokufestit, zotëri Jeton Jakxhiu, i cili është edhe një studiues, edhe i cili bën kërkime, i cili do të ndaj njohuritë e tij mbi trashëgiminë kulturore të Kosovës, e në theks të veçantë është lidhjen mes historisë dhe identitetit. Jetoni është duke finalizuar, do të thënë, librin e tij të ardhshëm Hajat, kërkimet dhe krejt rrëfimet, që është një studim mbi traditat gastronomike të regionit të Prizrenit dhe për rrënjët e tyre historike. Ashtu që do të jetë një mundësi e mirë që përveç filmit ta promovojmë edhe gastronominë shqiptare, në veçanti me theks të them kështu traditat gastronomike të Prizrenit përmes librit të Jetonit. Po shpresojmë që publikut atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'ju japim edhe pak frymëzim edhe arsye për të vizituar Kosovën dhe Prizrenin. Roll, ne po besojmë që do të kemi një prezentim të suksesshëm, njësoj si që ka bërë në vazhdimsi Dokufest, e përmendet ju edhe më parë që kjo nuk është hera e parë që Dokufest prezentohet në këtë festival dhe në festivalet të tjera të kësaj natyre, që janë ndërkombëtare dhe ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe natyrisht po presim që të na vini nga atje me lajme të mira, pse jo, për krimin e lidhjeve të reja, për krimin e bashkëpunimeve të reja, të cilat janë të mirë të kinematografisë së Kosovës, por në të njëjtën kohë edhe në ngritjen e vetë dijes së qytetarëve të vendit tonë rreth mbrojtjes së mjedisit. Po, patjetër, po mendoj që ne do të udhtojmë javën tjetër, do të kemi edhe një sër takimesh, pasi që festivali do të na organizojë edhe takimet me institucionet të ndryshme arsimore akademike kryesisht, të cilët do të ndihmojnë ndoshta pak Jetonit në hulumtimet e tij, në hulumtimet e ardhshme, po ashtu edhe me kolegët tonë që janë filmbërës, të cilët fokusin e kanë ambientin, edhe të shohim se sa mysafir do të arrim të sjellim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në edicionin e radhës të Dokufestit këtë gusht. Zotëri Bilbani, faleminderit që gjete kohë që të jesh në këtë lidhje të drejt për drejt bashkë me ne. Presim lajme të mira e miru takofshim. Faleminderit juve.